Të premten në stadiumin Loro Boriçi do të luhet klasikja e futbollit shqiptar Vllaznia-Tirana, një nga ndeshjet më të ndjekura të kampionatit shqiptar, por njëkohësisht edhe që vitet e fundit më problematike sa i përket dy tifozërive respektive, të cilat nga dikur mike, sot mund të quhen tifozëri armike, pasi nuk kanë munguar përplasjet mes tyre. Përballë kësaj situate, policia e Shkodrës ka marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë para, gjatë dhe pas zhvillimit të ndeshjes, që do të luhet në 27 shkurt në orën 19 në kryeqendrën e Veriut. Në njoftimin e saj përshtyp, policia bën me dije se në zbatim të këtyre masave, duke nisur nga ora 6 e datës 27 shkurt, ditë e premtë dhe deri në përfundimin e ndeshjes, do të ndalohet parkimi, qëndrimi i të gjitha kategorive të mjeteve në perimetrin e stadiumit Loro Boriçi. Gjithashtu do të kufizohet qarkullimi i mjeteve në perimetrin e stadiumit me përjashtim të mjeteve të emergjencave dhe të shërbimeve të tjera me rëndësi. Në varësi të situatës, nëse është e nevojshme, sipas masave të parashikuara nga strukturat përgjegjëse, do të devijohet lëvizja e mjeteve nga rrugët afër stadiumit në rrugë të tjera alternative. Gjithashtu informohen qytetarët se nëse konstatohen mjetet parkuara në perimetrin e sigurisë së stadiumit nga ora 6 e së premtes dhe deri në përfundim të ndeshjes, do të aplikohen sanksionet ligjore të parashikuara, përfshirë dhe spostimin e tyre me mjete ngritëse. Drejtoria vendore e policisë së Shkodrës apelon për mirëkuptimin e qytetarëve për zbatimin e masave kufizuese, të cilat kanë për qëllim garantimin e rendit dhe të sigurisë dhe të mbarvajtjes së këtij aktiviteti sportiv.